Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e ka rikthyer njërin nga fotografitë ikonike nga momentet me gazetarin Blendi Fevziu. Me ngrehjen e veshit, ai vazhdoi kundër përgjigjet ndaj autorit të emisionit Opinion për akuzat që ky i fundit u bëri 7 ministrave, duke pretenduar se ka fakte që ata po e shëtisin botën derisa në medje kanë lënë video xhirime nga ato që prezantohen si aktivitete live nga terreni. Fevziun, Rama e akuzoi se e bëri pikërisht të njëjtën këtë vit, kur derisa zhvilloi 6 vizita dhe një tentim vizite në vendet e Amerikës Latine, në Opinion shfaqej kinse është live bashkë me mysafirët e tij. Këtë kundër akuzë e shoqëroi edhe me hartën e këtyre udhëtimeve. Këtë reagim të kryeministrit ndaj tij, gazetari e ka cilësuar si gabim, me arsyetimin se Rama duhej ta kishte prioritet gjendjen emergjente në vend kur është përmbytur 1/3 e territorit, por Rama e quajti edhe këtë gënjeshtër, duke këmbgulur se bëhet fjalë për 1/217 e territorit. Të dy këta njihen për përplasjet e shumta në emisionin Opinion dhe në intervistat jashtë studios.